Trego pak të historinë këtu. Çfarë ka ndodhur dikur në dy djemë të fshatit? Këta kanë qenë, këtu ka ardhur në vitin 1946, që është shkruar me aty, ka ardhur batalioni Hakmarrja, që do të hakmerrej kundër kundërshtarëve të regjimit komunist. Okej. Edhe preteksti ishte çarmatosja e popullsisë. E kanë ngritë shtabin të i shtëpia aty. Ai zoti i shtëpisë jam mirë njohur dhe gjithë ka mërturi për arsye sepse ka dhënë maksimumin për të shpëtuar viktima. Kanë bërë terror të jashtëzakonshëm, kanë mbyt njerëz me humë, me tortura, me vezë zera në sjetull, me futikam në rrët poshtë, rrefja shputat e kam dhe nga poshtë, gratë kanë torturuar të më falësh, u kanë fut macën në mathje, e kanë lidhë këmë që duar gruan, i kanë fut macën në mathje, ja kanë rrah me thupër macën. Të gjitha i kanë bërë me në krye në rekorinën, ka qenë ai. Pastaj erdhi Major Musa Dasi, me 29 shtatër, edhe në pretekstin e çarmatosjes, i bashkoj gjithë një ka mërturën, atë poshtë është kryqatin, si pun lapidari, edhe një djalë që ishte 20 vjetë që ka pas shfinat e në tetaj, se gjoja ke mbajt kriminellet, kundërshtarët e regjimit, e kanë përshkatuar pa gjyq në moshën 20 vjetë, kam pasur babën tëm prezent aty, në ata 2000 vetë që kanë qenë bashku, dhe e kanë nënë gjallë për gazet të paktën 4 orë, edhe kërkon të ujë dhe askush s'guxon të t'jepte. Edhe nërsa një burr nga fshati i Afrimit biles, i qytur me emnin... Nga fshati Salc? Nga fshati Palq. Palq. Se këndë janë 3 fshatra, Bris, Salc edhe Palq. Ka qenë Fet Sadiku i qytur me emnin, një burr me vlera i njohur në të gjithë malësin nga Shkodra në Gjakovë, mës me ja hum vlerën, po me e thënë vërtetën, dhe që të dridheshin 1000 të tjerë duhet përshkatuar kë. Edhe Fet Sadikun e ka përshkatuar me dorën e tij Xhemal Selimi, Xhelati Xhemal Selimi, se mos t'ja thuash edhe këtë Xhelat e ja hum bukurinë. Dhe ai ka majtë qëndrën masa burrërore, si një burr që ka treguar vlera në momentet e fundit të jetës, ndoshta të pakrahasueshme. Ai mund të krahasohet me burrin që e përshkatojnë për kur mundin Spartakun, taj filmi Spartakut. Ai e ka ditë që do vdes, po vdekjes s'u ka trem. Ashtë për mua është një burr i rrallë, e gjykoj. Atë në momentin që e ka shty me qytin e automatikut Xhemal Selimi, Xhelati Xhemal Selimi, e ka shty me qytin e automatikut, i ka thënë së përbara. Ky ka qenë moshën mbi 70 vjeç. Ju ka marrë trupi, i ka ra kapuqin tokë. Ky është kthye, ka kap kapuqin, dhe në momentin që ka vënë kapuqin në krye, i ka thënë Xhemal Selimit, Xhelatit kështu. Jo, me dorë mos më prek. Kanë kaluar 7 krajlat e mreti këtu se më ka prek kush me dorë. Bëna atë që e kenë me ba. Dhe në momentin që ka vënë kapuqin në krye, Musa Dasi ka thënë, Xhemal, mos e largo. Dhe aja ka ras automatik në shpinë. Pasaj a këtë bull, e këtë i thja ratë në burë, e një qëtësi absolute. Dhe të tjertë është mosh burgu të posta stiv, me tortura nga më të njerëzorët, i kanë zirë dhe ca pushka dhe janë nëzirë gjithsejt 120 pushkë, po 2 u pushkatuan. Kjo është cëndëresa antikomuniste. Na, si Krahini, kemi qëndruar të gjitha pushtimeve.
Këni krenari, si me thanë e linën e trashëgume me në gen. Po... Vazhdo t'jeta krenari? Shpesher e takojmë. E takoni? Shpesher. Po takojni gjithmonë, jo shpesh, mos e keni asë moment. Apo ndodh ndonjëherë? Në qoftë se të gjithë hamizat dhe të benin mjalt, atër nuk dhe të benin të mjalt e asë një grosh. E moreve, kështu që jetë të gjithë. Bëni oke, pushim. Dëgjon. Po lek biba, e pse shu? Sepse paraarësi ynë e ka pas emrin lek biba. Leka i biri bibës. Biba i biri nikës. Nika i biri mekshit. Edhe Nika i tërbëhen nga këta 3 vlezër. Lek biba, kol biba që janë pere edhe gjën pepaj, edhe mark biba që janë cura e për cura i poshtër. Janë 3 vlezër. Nërsa mërturi përbëhet nga 5 vlezër. Po këtë 2 fiset, si mas shkenimeve, këta kanë bashkëtu bashkë që rrëdh viteve 1200, 1300. Po këtu para se kena qenë ne Nikajt, ka qenë një popullësi e quajtur Nikit. Dhe halas më kanë nxjerrë përfundimin ai historiani i shquar për mua, drejt pas, dëd progni, që thot nuk e di ashtë rastësi, që ishin Nikit dhe erdhi Nika këtu. Apo bëhet fjalë për Nikën vërtet. Dhe e kanë shtrëmue, sepse këtu ka kaluar në rreth viteve 1350 ushtria e carë Stefan Dushanit. Dhe në Tropoj ka shumë emra slav. Tropoj vjen nga slavishta, që do të thotë Trifusha, Tripolje. Vicidël, Doberdël, Doberdël do të thotë dobro, shumë mirë. Shumë mirë, pa. Edhe gjithë kanë biles si mas një kronistit asaj ushtrisë carë Stefan Dushanit, thot, pas një lufte, thot, të rrëmë, thot, ushtëria ka lënë në qafën e Kolqit. Populli i bere një qëndres, por qëndres a u thyje. Ushtëria në shenjë hakmarje, preu të gjithë manat, sepse ati kultivohi kënimbi më nafshit. Ka shkrua e kronisti serbë. Unë asë mund të thëmë që ka gënyje, asë mund të thëmë që ka thënë vërtetën, se mundët që edhe e ka thënë vërtetën. Ta bëj dhe një pyetje të sinqertë? Ordra motër, vajza. Ju pëlqen më shumë t'ju thonë Tropojan apo Dukazhinës? Tropojan. Okej. Pse? Sepse nga qafa e agrit e kënej është malësia e Gjakovës. Po. Nika i mërturi, Gash e Krasniqe, Bëtyq e Berish, e has janë malësia e Gjakovës. Që dikush e ka quajtur malësia e mirë. Po. Dikush e ka quajtur malësia e vogël. Ndërsa aty anëna quhet malësia e madhe. Po, malësia e madhe, po. Ajo ka vetëm një emër, ndërsa këtu janë përdorur 3. Malësia e Gjakovës, malësia e mirë dhe malësia e vogël. Kur zbrita pash që plot pyet me gështenja. Po. Këto janë mbjell nga dorë e njeriut apo kanë qenë? Janë natyrale. Natyrale. I shfrytëzoni? I shfrytëzojmë as sa mundemi. Po. Po, i shfrytëzojmë. Po tash na ka shtira ajo që është një mizë ka aziatike thonë që ka ardhur na ka dëmtuar. Ka dëmtuar. Prodhimin. Na kanë thënë që kanë hedhë antimizën, po dënë 4-5 vjetë me eliminua kjo atë. Okej. Tani më trego pak, që të mos flasë unë se unë me dëgjuar i kam. është sipërfaqja më e madhe në gjithë Ballkanin? Që keni, do me thënë, gështenjat me sipërfaqe të madhe janë këtu? Jo. Ku janë? Në kohën e vjetër ka ekzistue një fjalë drumi i gështenjave. Drum do të thotë rrugë. Me kthyen në Shqipën e sotshme. Dhe kjo fillon që nga Posripa e Shkodrës dhe marrën në qaftë Morinës, në Tropoj. Dhe me
Dhe në qoftë se dhe gjykohet kjo, po. Po që të marrë vetëm një ka emërturin, ja. Ja, okej. Qa do të pyesja tjetër harova? Për çfarë të pyes tjetër? Për çfarë të duash ti? Çfarë kam harruar të mësoj unë këtu? Marrëdhëniet mes dy fisëve të shkëlqyera. Këtu ka sundu kanuni i lekës. Po. Këtu ka sunduar kanuni i lekës, si që është kushtetuta sot. Po. Dhe i ka rregullue jetën shoqërore para atë kohë pothuajse shumë bukur. Para atë kohë pothuajse shumë bukur. Nuk e ka mbi vlerësue të fortin, nuk e ka mbi vlerësue të mirin, nuk e ka nën vlerësue fukarajnë, dobtin, por i ka lënë kokë për kokë. Leti është djale më i bukur në botë, më i zotë në botë, baraz me një qaraman dhe të venë në qofse e ke vrajtë qaramanin, kokë për kokë me të dëjesh. Por ka këto vitet e fundit që... Këto vitet e fundit as ka ligj, as ka kanun. Ligjet e pashkruara e keni pasur shumë të forta, jo? Kanë qenë edhe të pashkruara, po kanë qenë edhe... Edhe të shkruara. Edhe të shkruara, ne nuk kemi pas shkel me këndem. Pavarësisht se në Marsi Gjakosë, shkolla e parë që është hapur të hapën Gjën Pepaj, në vitin 1917, fjala vjen, por se fretnit për ftërit që thoni ju, e kanë dashtë arsimin. Dhe fret ka qenë ai mësues i parë. Edhe ka shërbye edhe si meshtar edhe si mësues. Atë Nikol Kolaj. Mirë po, të shkruar që mund të themi se një nga njerëzit që ka mbledh kanunin është Stefan Gjeqovi dhe atë Bernardin Palaj. Po fjala kanun vetë të thot ligj. Ose fjala e Zotit në tokë. Kanunin për shembull ka pas gjëra shumë të saksenuara bukur. Nuk e kam për të, ka pas edhe gabime, siç kanë gjitha kushtetutat e botës. Ç'i quaj gabim? Për shembull. Ti keni vath me bagti. Po. Se labe jeti. Je labe? Jo, s'quhem labe unë. Po, që janë të skraparlit, leber apo... Malësora. Kam seriozisht të shi. Jo, se di që thonë labe skraparit. Une... Nise. S'ka problem. Për shembull, në qoftë se ti ke vathën me bagti, ose stadën, dhe vjen kjo hajdutje ta thënë, këtë ka bërë shty një penë që vetëm se ka thjoderën. Një. Ka bërë që me paguat 2 për 1, atë që ka marrë. Me kanun. Po në qoftë se vret të këta, ti bjen gjak. Pse është gabim kë? Sa ata që e kanë bën kanunin, e kanë llogarit që shtëpia e tyre nuk do të thehet. Si që e kanë bën sot deputetët, fjala vjen, parlamenti shqiptar, statusin e deputetit. Po pse se kanë bën statusin e minatorit? Në vërtet. E kanë bërë vetëm për interesat e veta. E kanë bërë për interesat e veta. Ose ky burrizi, se ta thash edhe herë parë, sa fitej, dy fishoj rrogat ministrave, kabinetit, deputetit, ati, dhe pensioni nuk e të fishoj 4%. Ja, po si intereson atë tani, dhe ti seriozisht e ka? Ja, mos bëj gabime të tilla. Edhe ata kanë bërë gabime kur kanë bërë kanunin. Po pra, të kësaj natyre. Mos bëj gabim që ta mendosh të ngrej pensionin ai. Mërë dëgja. Lodhe deputetit e ministrit, ti qa bën gjithë ditën aty? Dëgja tash. Unë për jam shumë dakord me ty, nëse nuk ma ka ana. Si qenë ke ti, si qenë ke. Qa më? Më thuaj. Në këtë rast, a ka apo jo? Qa? Enda. Je dakord me mua ta, do enda ti është dakord apo jo? Ti ma kuptove ironin? Ta mirë kuptova. Nuk e kuptove, mirë kuptove, faleminderit. E mirë kuptova. Tani të pyesë dhe për... Sepse ti, me mua pësilesh si një vajzë me shumë edukat, si kur ke prindin duke nga cmuar,
dhe të falenderoj për sjelljen. Jo, faleminderit ti, sepse unë po mësoj shumë nga ju, edhe... Po mirë, ata të zgjuarit eksperimente me budallëjt bëjnë. Jo, se budallat, po, përveç se është profesioni im, po unë edhe mësoj për vete, kupton se nuk i dim të gjitha. Dhe sidomos në zonat panjora dhe ande nga vi unë me këto ligjet e shkruara, pa shkruara shkeni ju, si kisha... Tani e mbyllim edhe me një pyetje që... Sa të duhet, më duket interesante. Rruga që është bërë, që vjen, që është në Shkëmbin. Në Shkëmbin? Po pra, që është rruga që vjen këtu? Që po që erdhe ti? Janë Shkëmbin të mëdhenj. Po. Si është ndërtuar rruga? Me krah. Ke edhe baraminat edhe sët, që janë lidhë për në letarë, ata burat e botës, dhe kanë punuar që si skleverët. Qa bura pas kanë qana? Po, kom punuar edhe unë da. Ke punuar aty? Po. Sepse ishte privilegj. Shumë rrezikshme. A. Edhe lidheshit me litar? Lidheshim kështu kryq. I herë këtu, pastaj kryq 2 herë, tjetër të lëshën të letarin, e lidhte për një eleve që ishte ngullat e sipër, atje për lihej... Ule i leva aty dhe si letare për leven. Edhe pranë levës qëndron që një burë nga ma seriozët. Që mos jetë asë harakat. Edhe dinte se ka jetën e djemë vetri në dorë, edhe ka dashë zotet s'ka pas asë një aksident. Ke ishte mrekullia. Edhe ata djemë që e përdorin strategët shpesh, që kanë punuar të lidhur me letarë, mund të quajsh djemët edhe të vdekjes. Nga momentin moment. Nga momentin moment. Me thënë atje kur kaloj unë tani me makinë, unë kam frikë dhe më zot avash. Ja, pa i ka punuar atje. Imagjino a i ka punuar dhe ka bërë. 12 orë. 12 orë. Edhe ka hangër në drek, 250 gram buk, 100 gram sheqer, kavanozin me ujë, përzije me një kranë, rënoft partia shokon mërë. Sa bura kanë punuar, kanë kontribuar për atë? Sa? Aty kanë kontribuar edhe gratë. Edhe gratë, po gratë nuk kanë qenë të Shkëmbit, po që kanë punuar gratë, si e robërit e luftës në kampet për qëndërimit Hitlerit, këta ke masët garantuar nga unë. Gratë, një lej si e robërit e luftës, se kom ledu atë kështu ka ndodhur, teori Korollov, që ata punonin në prokurore me nallana që mos u dronin, që mos mund t'ikun. Dhe në qofë se thështë që jam i smur, ushtari Gjerman i thështë, ndesh kaptelin e Korenë që të vdiq, ndesh shkët të grumulli i zhavorët, edhe i bin të plumë maskokë edhe i lëshën të poshtë. Kështë të thëtë Juri Korollovi, nuk thëmën. Do të mbyllim me një shprehje tuaj në këta? Nga Lek Biba, ja? Kam takuar një zotëri shumë të mençur. Urdhra? Dhe shumë, nuk pa flas me kamerë. Një zotëri shumë të mençur, shumë pisnik dhe shumë të vërtet. Pavarësisht se më gazmon, po kam gënjur apo si jam kështu, si jam. Absolutisht, u përpoqa. Se në dyshim. U përpoqa që të them të vërtetën. Se unë e llogariti një gjë. Që atë dhe të shohin shumë njerëz. Pa. Dhe të më thonë kush gënjeshtar. Sepse e urrej atë epitet. Mu nuk po më detyron njeri. S'ke asë një arsye. Se e kanë pas futi hajdut në burg, në kohët partisë punës. E më tha veta i hajdut, i tha o pjeta, i thashe, tha mu më ka pas mytë polici hun. Po dikur tha i thash, po shkryt e shokut e në verë mos më bjerë ma. Tha dhe polici nuk më ra ma. Kështu që aj prej zorit ka po bjerë në kokë të në verit. Unë s'po këm kur farë zori. A i betuar në njerë për kokën e në verit? Unë? Kur. Dhe ma i mend një shprehje babës, të jashtë të zakonshme. Me këte do të mbylli? U bon alarm këto. Edhe naftuan gjithë të shtëpia kulturës, ka qenë atë në pishat. Sepse na tash vjenim si familje për dhikun. Se që ta di shtetë ashe për të reguat aftësin të emet madhe,
kur kam bë provimin e klas 8, që quhej provim, sot nuk e di se I lirimit. Kam zgjedh atë temën sa shumë lapidar ka edhe unë. Çfarë na kujtojnë dhe çfarë na mësojnë. Dhe në atë hartim, më ka vënë 10 një profesor i nderuar nga Durrësi, që ishte drejtër shkollën të rrejtë për pas, kisha folë kur me ta, dhe më ka vënë 10. I ka thënë mësuesi Lancë, po ka gabim ortografike. Dhe më tha vetë mësuesi, më tha, po redaktorit dhe bëjnë pika presë dhe bëjnë më regull. Edhe unë kam marrë vetë me 10 në klasë, në hartim. Dhe unë, kur kam shkuar me li bursën, më ka thënë ai dëzhuri i komitetit, po të pava aty kënëna dhe të lemri policinë. Se lema për të futë në zyre, se je i familjes filanit. E para. Nërsa ai që ka marrë 4, ka shku në shkollë mesme. E marrë vetëm 10, vetëm 4, dhe 4 ka shku e 10 e. Cila ishte shpreja e babajt? Dhe a ditë na bojmë mbledhje e famush me këtu, dhe i thash një shokut ngush që punoja me të, i thash, Lazar, që dhe tjenë ba? Lazar pali po luks. Thash, nuk e di mërë burë. Tha, mërë burë, tha diçka. I thash, dhe ta tregoj si qështë. Po. Është e bukur shumë. Tregoja. I thash, dhe gjë, o ka vdeka i madhe, o i ka ratë dikush kufirit, ka agresion në kufi. Kur ardhëm aty të mbledhe, me letë për faqe, dhe më morëm vesh. Dhe më falë, para se më shku të mbledhe, ardhëm të ma për ja këtu. Ajo radja për ja foste, ajo po fliste, ajo ki që fëtjallja, që për mua fletë speaker shumë i mirë, edhe thashte, askush si ai se mbrojti doktrinën marksiste leniniste, askush si ai se mbrojti rrugën e Marksit, Engels të Leshit, edhe po fillon dhe komunista po qajnë aty të Banaku. Kush vdiq? Edhe dikur tha, njoftemi komitet qendror i aty ka vdek Enver Hoxha. Edhe tash unë dhe t'i bleja me lek paklet, po nuk i kisha ku t'i blej. Edhe ai Lazari si unë, se dhe i vinte nga i persekutuar. Edhe ishin ta komunista aty po që ishin me lot, me denes. Si u dilin këto lotët, më bërë? Si u dilin këto lotët? U dilshin primana, që di, si burra, si gra. Masa në i shkum të mbledhe, edhe usënë në realizuar me veprën e shokut të Enver, ajo është e pavdekshëm, është heroj kombit, thamë ata. Prit. Si treguar i sinqert këtu? Pse? Si treguar i sinqert? Ti ke shkuar kota, ti sa për të së faqja? Po unë s'ma ka majtë, po deshe më s'shka. Sepse, a di se thot ti madhe gjerë po si më the një gja, ishim vetëm atë lartë. Jo, po a i na i hoqë atë. Ka qenë dhe Enveri. Jo, na i hoqë spaletat. Enveri na i hoqë spaletat, a i tha s'ka zot, as krisht, as Allah, as pejgamber, ka Enver. Prit tash. Ka më rrim puna deri aty, sa futën psikologjinë e njerëzve, që tërmeti kur bin të këtu në 85-ën nga hidrocentrali, thoshin njerëzit, ti shë Enver Hoxha gjallë, as toka nuk dridhet. Dhe me thënë, kima nësë një sharë marrinash. E para. Ishte infektuar. E dyta. Shko me rash atër, mora bukën shko të shpje, gjeta babën duke krasit rosh. Edhe e gjeta, puna marë pas se kalohë mira, lodhe babë, farë të zbriti. Edhe për dilëshim dy bashkë të shpia. Baba në të moment pa t'i kërshon të rushit në duar dhe duar të mrapa. I thash babë, ti shnosh për Enverin. Pse? A dek babë. Jo mërë. Thash që shtu kanë thonë në mledhet tonë popullit, nuk kom sheft as gjëpun. Edhe unes. Tak, edhe ja bone kështu. Dhe i thashin dë kraft. Shumë rënej. Shumë jetoj. Jetoj, po. Kjo është shprehja e babës. Mos më kujto se po qaj ku kujton Enverin. Pse? E kam dashur. E ke nostalgji? Nostalgji, po. Do të jashtë të zakonshme, po dukesh. Mere telefoni se të mere Enveri. Po me mori me të Enveri. Edhe me të me mori Enveri.
Tani, do shkojmë pim një kafe. Po. Do flasim pas kamerës, do themi ca gjëra tjera për shefin tot. Ti je shefi. Jo, shefi je ti këtu. Shefi je ti. Ti je shefi. Faleminderit shumë për këtë bisedë të gjatë dhe të bukur. Faleminderit ju. Shiko për shembull, dëgja. Shumë kujtimi ti. Dëgja. Po. Ja kom thënë edhe disa gazetarëve angleze, për shembull nga këtë male që i rrinë vendet tim si kuror vendinvestime, se kështu po quaj, që edhe poeti, por nga kjo zonë, thot kështu. Të falem ty, thot Nika i mërtur, 12 shatra ngull në gur. Por të hyrë se thot janë 3 qafa, ku vinë miq krasni që e shala. E lumi cura i sillat malit, i këthillë si menja e tënë miftarit. Se burat e kësaj zone, ka pasën ta shumë të zuar që mahen si njësi matëse, si kur është fjalla vjen omi. Për nga kjo zonë ka dalë ajo mendje që ka shkru, ka zbukur. Shumë mendje të mençura kanë dalë nga kjo zonë. Ja, ta bëj një pyetje të fundit edhe do të pyes se tuaj më lodha. Ja, absolutisht, që unë me njerë që zduar nuk lodhëm. Tani jam në dilemë, unë burin të gjej nga malësie e mira për malësie e madhe. Po, dëgja. Dëgja. Në qofë se kënoj propozim nga malësia e mirë, ju lutem mëse hum një rastin. S'ka në propozim hiqë. Hiqë? E po malim të gjejmë burën. A të ecin këto? Të ecin? Ja, s'merë me të punë. Po meru pra. Ja, po dëgja. Bënder dhe mua edhe. Dëgja, dhe të them si që është. Unë jam, nuk jam shkes. Unë jam spion. Që të thotë, se kuptoj këtë? Pret, unë i thëmë për shembull, ai më thotë duhe një vajzë për djalin të mirë. Unë i thëmë, ashtë filan, jam më ka duk që është vajzë shumë e mirë. Dhe bëj punën e spionit. Po pëse se bën shkresin ta mamë? Sa është nuk hynë atje. Se është, po, se po ndodhi diçka pasaj të ngelet të. Do me të ne bën kështu ti në nbrez. Në rrogoz. Se dashuria me mirë është dashuria fshet. Dashuria. A je dashuruar apo ta kanë bërë kështu me shkusi? Unë jam martuar me shkusi. Okej. Po. Nëse do ishe në këtë kohë? Prap, fjallën në babajt dhe ta kisha në piqenër. Po. Sa fëmijë ke? Prap, sepse babë në kom patër shumë shok. Që të thëve të vërtetën. Po. Më ka besuar në të gjitha kohrat, vetëm më ka dhenë këshilë që të më spi raki. Rakin e pinë shumë këtu? Jo, më ka dhenë muaj. Ti nuk e ke pirë asnjë? Po pi gotë mjëse i gotë darkë. Okej. E shikon, mos pini shumë raki, do të thotë që mos plisni shumë. Pikrisht. Pse, se rakin, po dëgjoj, tu pi raki. Po dëgjoj, tash kur është dhura, baba e me ka pa me sytë të qafe kullqitet që duke të etja i harku, kur është dhura motra me shevët. Ashtu, e? Po, edhe kusha ka vra. Ma ka thënë që në 77-ën. Njën nga perajt. Po për qa? Për qëfar? Po ishte ndufta jo me brigatën e 6, të ishte dalë për ta dëbuar. Nuk e di, më pëlqeni ju shumë këta. Jeni njërës shumë të mirë. Kush? Ja, zona tuaj. Po, plumë gojat. Për zotin, jeni shumë të mirë. Jeni të qetë, jeni të pjarë, të flisë, të regoni. Ta jepni komoditetin. Po, falemnderës shumë për konsideratat që shprehe. Jo, falemderit edhe ju. Sepse njerëzit që e vlerësojnë të mirën... Miru pafshim se ne do vazhdojmë të bëjmë muhabetet tona. Thank you.